Një nismë e dobishme për shëndetin e qytetarëve është zhvilluar në Pogradec. Njësia vendore e kujdesit shëndetësor ka dalë në terren në bulevardin Europa, duke ofruar shërbime falas për matjen e tensionit të gjakut dhe nivelit të diabetit tek njeriu. Qytetarë të shumtë ju përgjigjen kësaj thirrje duke përfituar nga kontrolli i shpejtë dhe këshillat e specialistëve mjek. Sipas përfaqësuesve të Njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, qëllimi i kësaj nisme është rritja e ndërgjegjësimit dhe rëndësisë së kontrollit periodik, si dhe parandalimi së sëmundjeve kronike që shpesh kalojnë pa u vënë re. Mjekët theksuan gjithashtu se diagnostikimi i hershëm i hipertensionit dhe diabetit është thelbësor për shmangjen e komplikacioneve serioze në të ardhmen. Aktiviteti do të vijojë edhe më tej duke ushtrirë në zona të tjera të Pogradecit. Kjo iniciativë është mirëpritur nga komuniteti, duke u konsideruar hap i rëndësishëm drejt kujdesit më të mirë për shëndetin publik.